Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për sport dhe kam kënaqësi të kem kolegun Tami Kona. Tami, të përshëndes, ke bërë mungesa, po me justifikim mungesa që ke bërë. Kënaqësi të kem në këtë bisedë. Jemi përshëndetje. Tami, po nisim një herë me Kupën e Shqipërisë. Dje në luajtur çfarë finalet e para, Ballçi Vllaznia 0-1, Teuta Egnatia 1-2, është duke luajtur tashmë derbi Tiranës, Tirana Dinamo pjesa parë 0-0 dhe në 16:30 Elbasani Partizani. Kompeticioni më i rëndësishëm mbas kampionatit sigurisht thimi është Kupa e Republikës, edhe mjafton ti edhe një sy kompeticionit të 8 skuadrat që kanë dalë në këtë tur të Kupës së Shqipërisë, sigurisht janë 8 ekipe nga superiorja, janë 4 ekipe të finalforit, do të thoya 4 ekipe që janë Egnatia, Dinamo, Vllaznia dhe Elbasani, dhe sigurisht mbas tyre janë Partizani, Bylis, Tirana, që janë skuadra edhe Teuta. Normalisht janë 8 skuadrat më të mira dhe po t'i referohem takimeve, do ta fillojem është ashtu siç e thatë dhe ju, me anuncimin që bët, 2 takimet e djeshme, Teuta me Egnatian ka përfunduar me rezultatin 1-2, dhe ndërkohë tjetër në një ndeshje të zhvilluar në 13:30 në fushën e Adush Muça të qytetit të Ballçit, sigurisht Vllaznia ka bërë tjetër performancë sportive, është një Vllazni që edhe pse kryeson kampionatin A Biznes Superioren, edhe në kupë ka hedhur një hap të madh drejt kualifikimit, pasi ashtu si Egnatia që fitoi në Niko Dovana të Durrësit me rezultatin 1-2 ka hedhur një hap përpara, ndërkohë dhe Vllaznia është një skuadër që ka hedhur një hap dhe po të shikojmë rezultatet pozitive të Vllaznisë, është një skuadër e cila është e papërmbajtshme dhe duket sikur 2026 ka filluar me kënd të mbar për skuadrën e Martinit që ndoshta kërkon të rikthehet ke një trofe, ndoshta ke një kampionat që i mungon Vllaznisë për shumë vitesh. Por për sa i përket takimeve të sotme, që do thoja unë janë pak po ta shikojmë edhe nga luta dhe nga gara sportive, sigurisht janë takime më interesante. Mjafton të përmend një Tirana Dinamo, e cila pjesa e parë që po zhvillohet në stadiumin Selman Stërmasi ka përfunduar me rezultatin 0-0, një ndeshje ku normalisht Dinamo është një skuadër që e kërkon me autoritetin, do thoja unë me plot gojë, me autoritetin e fitueses së kupës së kompeticionit të fundit të Republikës, ose më mirë është trofeu, mban trofeun e fundit, është fuqi që mban në fuqi Kupën e Shqipërisë. Normalisht është një skuadër që e ka kërkuar më shumë për të shkuar te goli, por tek Tirana tashmë mjafton që të përmendim që Tirana e 2026-s timi është një Tiranë që do të thoja unë hapin e ka si Tiranë e ashtu siç kemi mësuar ta shikojmë Tiranën e viteve më përpara, pikërisht atëherë kur fitonte titull kampion. Tirana e 2026-s është një Tiranë e ndryshuar komplet, nuk ka lidhje fare me Tiranën e 2025-s, pasi edhe pikët që ka grumbulluar në kampionat sigurisht e kanë bërë Tiranën që ajo të eci me një hap kampioni, dhe këtë e them me plot gojë se mjafton të përmend 5 ndeshjet e fundit të Tiranës, të cilat janë 3 fitore dhe 2 barazime. Në krahun tjetër ka humbur shkëlqimin ekipi Dinamos, ku ka 2 humbje dhe 3 barazime. Mjafton këto rezultate, sigurisht e curia e 5 ndeshjet të fundit, edhe pse është një ndeshje timi, Tirana Dinamo është një ndeshje që gjithmonë ajo afron emocione, unë do të thoja që janë skuadra, dua të përmend diçka, ekipet që janë jashtë finalforit, sigurisht ekipe si Teuta, ekipe si Partizani, ekipe si Bylis, kanë më të rëndësishme, ekipe si Tirana, është ajo që do thoja, e kanë shumë më të rëndësishme, sepse duan të shkojnë sa më lart, sepse kompeticioni i kupës është një tillë që gjithmonë është me 2 ndeshje dhe normalisht 2 ndeshje nuk është si puna e kampionatit ku ke për të marrë 1 pikë apo ke për të marrë një 3 pikësh apo qoftë dhe një barazim. Ti edhe në qoftë se kampionati ose më mirë Superliga shqiptare afron rezultate të paparashikueshme, edhe ti mund të mundesh të fushën tënde, domethënë hapi që kanë bërë Egnatia duke fituar me Niko Dovana me Teutën, dhe ndërkohë tjetër Vllaznia si kryesuese A Biznes Superiores me ekipin e Ballçit, nuk do të thotë që çdo gjë ka përfunduar. Normal që këto skuadra kanë hedhur një hap të para për ndeshjen e zhvilluar në mos gaboj në 4 mars, ndeshjen e kthimit, sepse kompeticioni i kupës në këtë tur është me 2 takime, sigurisht në sistem eliminimi. Por megjithatë rezultatet në kampionatet ose më mirë në A Biznes Superiore kanë treguar që edhe faktori fush, domethënë shpeshherë nuk është se ka probleme, pasi rezultatet e paparashikueshme kanë dalë dhe janë të pranishme. Megjithatë,
pa takimit e sotëm, mbas të përfundimit të pjesës 2, do të përfundoj me takimin e Elbasanit, për sa i përket Elbasanit dhe Partizanit. Dy skuadra që normalisht këtë vit kanë në takimet e tyre, mjafton të përmend takimin e fundit të zhvilluar në stadiumin e Partizanit, ku Partizani edhe pse kryesonte pikërisht në fund fare, ndeshja ka përfunduar 2-2, çka tregon që Elbasani, ndryshe nga edicioni i kaluar, është një Elbasan që është pjesë e finalforit, është shumë i shkëputur. Ajo që dua ta përmend është thjesht nuk më pëlqen paraqitja e Dinamos. Dinamo është një skuadër që të paktën ashtu siç e thashë më parë, po t'i referohem 5 ndeshjeve të fundit, 3 barazime dhe 2 humbje janë shumë pak për një skuadër që të paktën në merkaton e dimrit duket se kur drejtuesit ose më mirë presidenca e Dinamo duke siguri ka plotësuar dëshirat trajnerit Daja, dy futbollista nga ekipi Bylisit, një mesushor Maluma dhe Mustafa, 2 lojtar, Dinamo nuk është se ka kursyer $300.000 të €300.000 për t'i blerë këta 2 lojtar, ndërkohë që nga krahun tjetër ekipi Bylisit ka ruajtur dhe 15% të kartonave respektiv të këtyre 2 lojtarëve. Çka do të thotë që Dinamo kërkon të rikthehet ke ndeshjet ose më mirë ke rezultatet pozitive, por të them të drejtën në 5 javë të fundit këto gjëra kanë munguar. Ndërkohë, dalim pak tek java e ardhshme, kjo fundjavë, e cila kulmon padyshim me ndeshje më të rëndësishme e kampionatit shqiptar, kështu e quaj unë, me gjithë respektin për gjithë ekipet e tjera, në ka një ndeshje e kampionatit shqiptar që është kartolina e këtij kampionati është Partizani Tirana. Atëre që është e vërtetë ajo që thatë ju, por padyshim që ndeshjet thashë është e vërtetë ndeshjet e kampionatit të Abisnet Superiores nga mënyra se si po zhvillohen, aq më tepër që Tirana e vitit 2026 mua më vjen shumë mirë që më në fund Tirana është ringjallur dhe vërtet po ecën me një hap kampioni dhe këtë e them me plot dojë, sepse 7 pikët mjafton përmend 7 pikët e vitit 2025 me pikët aktuale që ka normalisht janë 21 pikë. Dinamo me ndeshjen e fundit ka arritur të lerë poshtë skuadrat e flamurtarit e të Bylisit dhe normalisht nëse do të përfundonte kampionati sot, thimi, Tirana do të ishte në play-off, do të luante play-off dhe nuk do të ishte e rrezikuar pavarësisht se pikët janë aty, sepse 19, 20, 21 janë pikët që ndajnë zonën e rënies në zonën e play-offit, por megjithatë, unë do të thoja që kjo Tiranë pikërisht ajo pyetje që bët ju që derbi Tirana Partizani ose më mirë si Partizani Tirana Nasetas është qershia mbitor e një futbolli e një kampionati shqiptar i cili të them të drejtën nuk është se afron shumë gjëra, do të thënë, nuk është se afron ndonjë spektakël, nuk është se afron ndonjë bukuri të veçantë, por megjithatë një derbi Tirana Partizani asnjëherë nuk është për të humbur, sepse kjo i jep një bukuri kampionatit ton, aq më tepër që nga momenti që kjo ndeshje zhvillohet tani në Air Albania dhe normalisht kampionati i putet dhe unë do të thoja që është një ndeshje, është e vështirë që ta parashikosh, të them të drejtën, presidenti Alidi ka vënë si kusht që skuadra duhet të shikojë kupën, sepse nëpërmjet kupës së Shqipërisë ajo mund të jetë pjesëmarrëse në Kupat e Evropës dhe normalisht me këtë performancë sportive që ka arritur të paktën për 2026 ekipi i Tiranës, normalisht për mendimin tim i ka të gjitha, do të thënë nuk e pengon asgjë që Tirana nëse kalon Dinamon, që është një pengesë vërtet e vështirë. Thash njerë, do të shikojmë takimin e sotëm, pjesa para 0-0 në përfundim të ndeshjes, por çfarë do lloj rezultati të jetë pozitiv si për Tiranën dhe për Dinamon, është dhe 90 minuta të tjera apo qoftë dhe shtesë, edhe gjërat janë të hapura. Por megjithatë, derbi është padyshim qershia mbitor e kampionatit shqiptar. Okej, ta më ndalim pak tek kombëtarja, tek lojtarët të legionarët tanë, tek lojtarët tanë kombëtarës dhe tek merkato që ata ku disa për tyre lëvizën, si pe lëvizjet, padyshim Aslani ishte më i komentuari. Atëherë thimim, do ta filloja me ekipin kombëtar, kur sot është një datë që normalisht ne nuk na ndajnë jo më shumë se një muaj e pak nga ndeshja që do të zhvillojmë në Varshavë për sa i përket Polonisë Shqipëri. Të them të drejtën, thash njerë, çdo gjë kur shikojmë tani lojtarët e ekipit kombëtar, pasi siç dihet, nëse do të kalojmë atë ndeshje, domethënë edhe pse tashmë është bërë zyrtare që edhe ndeshja tjetër do të zhvillohet, që do të thotë si të kualifikohemi, si të mos kualifikohemi,
ne do të zhvillojmë një ndeshje tjetër, ku në qoftë se do të luajmë me Ukrainën, do ta luajmë në një ndeshje të stadiumit të Spanjës, më duket o Valencia o Getafe, edhe në qoftë se do të jemi me Suedin, sigurisht do ta luajmë në Stockholm. Por për të shkuar atë, unë dua të përmend, ashtu siç e përmendët ju, gjendja ne na intereson në këtë moment thimi gjendja e ekipit kombëtar ose më mirë e lojtarëve, e protagonistëve, e pikërisht atyre lojtarëve që janë baza e ekipit kombëtar, e atyre lojtarëve që në drejtimin dhe trajnerit Silvinho na kanë çuar pikërisht këtu. Thash njërë, janë këta lojtarë për mua, ka mendimin që në kanë quar në këtë play-off të kampionatit botëror, një fitore e kem përmendur aty në studio, një fitore shumë historike do thoja unë, një spasi kemi lënë, base nuk kemi kaluar do të Anglinë, por kemi arritur objektivin, kemi lënë por Serbinë. Megjithatë, për sa i përket lojtarëve, është ajo që përmendët ju. Të them të drejtën, lëvizja më e bukur që më ka pëlqyer, ajo që unë e kam thënë dhe e them gjithmonë. Aslani, mbas huazimit që bëri nga Interi ke Torino, edhe në momentin që nuk pati hapësira ke skuadra e Torinos, të them të drejtën, një lëvizje jashtë kampionatit italian do të shërbejë Aslani për të treguar se sa blen. Është një lojtar nga më të mirët e kampionatit, nga më të mirët e kombëtarës tonë, sigurisht ka një vlerë, po ta shikojmë në transfer market, është nga lojtarët më të shtrenjtë e ekipit tonë kombëtar, me një shifër diku ke 13-14 milion euro, është një shifër ajsa Interi kërkon në qoftë se Beşiktashi do të arritë që futbollisti jonë të përshtatet në kampionatin me një nga emrat, me një nga 3 ekipet më të mira, pasi siç e dim, Fenerbahçe, Galatasaray dhe Beşiktash janë 3 bigët e kampionatit turk, një kampionat ku e them me plot gojë janë hedhur miliona euro, edhe tashmë atje po shkojnë lojtarë nga më të mirët e kampionateve, e 5 kampionateve më të forta të Europës, aty po shkojnë trajnerë që nga Mourinho e deri nga trajnerë nga më të mirë, nga më bigët e ekipeve më të dëgjuara të Europës, domethënë kampionati turk është një kampionat që duhet vlerësuar, dhe pikërisht për mua Aslani ka bërë pikërisht atë lëvizje që duhet të bënte, se në qoftë se do t'i referojmë Aslanit timi, unë këtë gjë e kam thënë dhe për Brojën. Edhe pse Broja aktualisht luan në kampionatin anglisë, por unë e kam thënë dhe e them gjithmonë dhe përsëris. Të njëjtën lëvizje thimi duhet të bënte edhe Armando Broja. Të linte Anglinë, të shkonte në një kampionat tjetër, ku në momentin që do të kishte një performancë sportive, ati do t'i shërbente në radhë të parë Brojës, ashtu si shpendoj që do t'i shërbej edhe Aslanit pikërisht prezantimi në kampionatin turk me Beşiktashin, ashtu do t'i shërbente edhe Brojës. Megjithatë, Broja nuk e bëri këtë gjë, është në kampionatin anglez, është e bëni, por megjithatë në javën e fundit ka pasur dhe ai disa probleme. Ne urojmë që gjërat ashtu, si do më bëshë shumë qefi, në qoftë se edhe Yasir Hasani nga vendet e largëta do vite në Europë, ashtu si do të bëshë qefi që dhe Nurt Ozuni vetëm pak miliona për sa i përket kontratës ati e ndan atë nga një kontratë e re, nga një transferim nga Austin në Amerikë për të ardhur në kampionatin turk me Beşiktashin, duke sikur Beşiktashi tashmë duke sikur Beşiktashi është dashuruar pak me futbollistët shqiptar, megjithatë unë do të uroja që edhe ai, sepse sido që të jetë thimi, lojtarët tanë, përshtatja e tyre e kampionatet e europiane, sigurisht janë kampionate elitare dhe normalisht ne na shërbejnë. Ju shërbejnë në radhë të parë futbollistave, pa ajo që na duhet ne sigurisht. I shërbejnë kombëtarës tonë për marsin, kjo është kryesorja. Tami Gona, shumë faleminderit, kënaqësi të kisha në këtë bisedë, të uroj një vim ditë sa më të mbarë dhe je gjithmonë i mirëpritur në studio dhe virtualisht si duhesh ti. Faleminderit shumë.